3 muaj pas atentatit të Rinasit, ku persona ende të pa identifikuar nga policia qelluan për vdekje Gilmando Danin dhe Mustafa Sheqerin, i njohur edhe si Muçi Shaljani, dosja i kalon për kompetencë prokurorisë së posaçme. Burime bëjnë me dije se Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë me dyshimet se grupi që eliminoi krahun e djathtë të Emiliano Shullazit më 11 nëntor të vitit kaluar ka vepruar si grup i strukturuar kriminal. Organi akuzës së kryeqytetit pas hetimeve të deritanishme ka indicie se pas ekzekutimit në Rinas fshihet një grup mafioz i organizuar me role të ndara të porositësve, organizatorëve dhe ekzekutorëve. Pas ngjarjes, policia ngriti shumë pista dhe të dyshuar, kreu zonën me operacionalen dhe Renean, por nuk u gjet asgjë që mund t'i shërbejë hetimit. Pas ngjarjes, makina e autorëve u pa pranë një shtëpie në fshatin Zall, ku u zbulua një arsenal armësh, por ekspertiza përjashtoi lidhjen me atentatin. Gilmando Dani dhe miku i tij Muçi Sheqeri u ekzekutuan sapo ishin kthyer nga Barcelona më 11 nëntor, ku kishin qëndruar për 4 ditë. I gjithë atentati ndodhi në 80 sekonda. Makina Toyota e autorëve po priste prej 10 minutash me blokazhin e aktivizuar në rreth rrotullimin e Rinasit. Një informator dyshohet se i lajmëron atentatorët se Benzi me ngjyrë të bardhë ku ndodhej shënjestra Gilmando Dani dhe miku i tij doli nga aeroporti dhe po vinte në drejtim të tyre. Në ato momente makina lëviz dhe zë pritën në krahun tjetër. Sa po afrohet mjeti i Danit, 3 persona të maskuar dhe me Kalashnikov nisën breshërinë e plumbave. Pasi kthehen për të siguruar se puna ishte kryer siç duhet dhe qellojnë edhe gomat e makinës së viktimave, autorët i drejtohen makinës dhe arratisën.